A e ke mendu najherë se qysh Shazami e din se çfarë këngë po e ngën? Shazam! Aplikacioni Shazam nuk e dëgjon si një njeri, e lexon si matematik. Po, bashkë me numra e ju me tinguj. Telefoni yt e incizon zonin për disa sekonda edhe e kthen numra ku pastaj i ndon ata numra në frekuenca, pra tingujt vegjël që e përbëjnë këngën. Kur aplikohet transformimi i shpejt Fourier FFT, mbi gjitha të val, ajo në thelb ndon sinjalin me frekuencën përbërëse ti. Pre aty krijohet një lloj fotoje e këngës si hard, por nuk e run krejt, vetëm pikat më të forta ato që dallohen më shumë. Këtu pika e bojnë një lloj gjurmë unike, tamam si shenjat e gishtave për njeri, kjo është për çdo këngë. Pastaj telefoni yt e dërgon këtë gjurmë të Shazamit, i cili e krahason me miliona këngë në databazë, e kur e gjeni gjurmë që përputhet, bum, ta gjen këngën. Pra nuk është magji, është matematik plus krahasim i gjurmëve të këngëve. E tash tutje ti e din mirë se çysh funksionon kjo punë. E për me kuptu gjëra të tilla, bëni follow Urban FM në krejt platformat sociale edhe subscribe në YouTube.